Trotuaret dhe një pjesë rrugëve të bllokuara nga mbeturinat janë bërë tashmë pamja e zakonshme në thuajse gjithë qytetin e Shkupit. Situata është veçanërisht shqetësuese në rrugën John Kennedy të komunës së Çajirit, ku mbeturinat shpërndahen edhe në sipërfaqet e gjelbra dhe pranë hyrjeve të objekteve të banimit. Qytetarët shprehen të revoltuar, thonë se ankesat e tyre nuk përfillen dhe se bakteriet dhe infeksionet rrezikojnë çdo ditë shëndetin e tyre. Një pjesë e qytetarëve vlerësojnë se për shkak të inateve politike pësojnë qytetarët. Për gjendjen e krijuar me mbeturinat, tashmë raportojnë edhe mediat e shteteve të huaja, tha një mysafir nga Gjermania. Nga higjiena komunale informojnë se gjatë 2 ditëve të fundit janë pastruar mbeturinat në disa lokacione të Shkupit, ku janë tërhequr mbi 350 ton mbetje komunale. Instituti i Shëndetit Publik njoftoi se gjendja epidemiologjike është e qëndrueshme, por u rekomandon qytetarëve të përdorin maska dhe doreza gjatë hedhjes së mbeturinave, të lajnë duart rregullisht dhe komunave të kryejnë dezinfektim dhe deratizim shtesë. Mbetet të shihet se në periudhën në vazhdim a do të përmirësohet gjendja me mbeturinat.